Kjo është një ditë e shenjtë për besimtarët e Krishterë. Me pak kushte të vështira atmosferike, po mendimin e Zotit ja dolëm. Gëzuar gjithë. Zoti i bekov. Mario Nesuri nga Vlora, mosha 30 vjeç. Edhe i 100. Sot, në këtë ditë të shenjtë të madhe të krishterëve ortodoks, dita e Epifanis, e pagëzimit të Zotit Krisht. Në kisha ershme pagëzimin dhe krishtinit i bende në një ditë, por më vonë kisha i ndavë. Dhe kjo ditë e bekimit të ujrave, e bekimit natyrës, është dita me shenjtë për të gjithë botën, sepse Krishti kur u bekua, kur u pagëzua, u bekua natyra, u bekua ujrat, dhe sot ujrat janë të bekuara. Dhe në këtë ditë të shenjtë, unë uroj të gjithë besimtarët ortodoks të marrin bekimet e Zotit në shtëpitë të tyre, edhe sot kemi ditën e shfaqjes së Shënt Trinisë, të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, kur Krishti u pagëzua nga Shën Joan Pagëzori. Dhe Krishti u pagëzua në moshën 30 vjeç, aq sa kishin Mario, dhe Mario le shkoj të vishet Mario. Dhe kur Krishti u pagëzua, do e mbaj Mario, lere këtë pastaj. Po iki handevri. Na marrëm intervistën në regjistër. Kur Krishti u pagëzua, tani ai filloi misionin e tij jo si një njeri thjesht si zyrtar, por si një mësues. Dhe sot ne e quajmë dita e dritave, sepse Krishti erdhi në botë dhe ndriçoi botën me mësimet e tij, me doktrinën e tij, me fjalët e tij, me ungjillin e tij. Edhe ky mësim vazhdon dhe ndriçon gjithë njerëzit në gjithë botën. Dhe me të vërtetë, po të shikojmë, themi ne, Krishti solli erë të re, si kjo era që fryn sot. Era e re, edhe bota filloi të regjistrohet dhe të filloi të numëroj me numrin 1. Dhe fillon numri 1, dita e lindjes Krishtit, filloi bota të numëroj, viti numër 1, datë 1. Dhe themi para Krishtit dhe pas Krishtit. Dhe unë ju falenderoj televizionet që ju në këtë ditë kaq të vështirë, erdhët dhe u lagët dhe sakrifikuat. Zotit u bekoj edhe këtë ditë të bekoj gjithë shqiptarët kudo që janë. Gëzuar për shumë vjetë.